Ministria e Brendshme, Ministri i Drejtësisë ka nisur punën për një proces informimi. Do t'i çojmë të gjitha ndryshimet në një paket informimi për të gjithë autoritetet dhe për të gjithë punojësit që lidhen me këtë problematik. Do t'ja u çojmë të gjithëve me emër dhe me mbiemër në zarf, do japim dorë. Që mos thonë nesër nuk e kisha lexuar, nuk e dija etj. Të gjithë. Do t'ja çojmë të gjithë gjykatësve të gjykatës administrative. Se dhe ata janë shumë të zënë edhe kanë shumë ngarkesë, edhe nuk kanë kohë mbase që t'i lexojnë. Madje atyre do t'ja u bëjmë dhe me shpjegime, sepse është një fushë specifike që shpeshherë edhe nuk e kuptojnë dhe nuk kanë faj. Dhe i mirë kuptojmë në mos kuptimin e tyre, dhe t'ja u çojmë emër mbi emër çdo gjykatësi të gjykatës administrative, të gjitha ndryshimet me të gjitha shpjegimet teknike dhe do t'i vëmë dispozicion edhe ekspert në rast se ka nevojë për sqarimet më tejshme. Dhe uroj shumë që marrjet e masave të sigurisë në dhoma të ashtu quajtur këshillimi, ku nuk lajmërohet asnjëri dhe ku nuk kanë iden fare se çfarë mase po marrin, se vjen një ankesë me letër dhe nuk e shohin fare se për çfarë bëhet fjalë. Dhe marrin masa sigurimi që i bie ndesh një komuniteti të tërë atje. Dhe komuniteti atje me drejt thot, ja e shef, korrupsion. Vetëm se ja vë gishtin e korrupsionit institucioneve që duhet ta heqin atë çiban aty, ndërkohë që korrupsionin e bën dikush tjetër. Të marrin fund. Dhe patjetër që do t'i publikojmë të gjitha këto edhe për dijeninë e publikut. Dhe kush do t'jetë interesuar t'i shkojë, do t'ja u çojmë të gjithë arkitektëve licencuar të Republikës Shqipërisë me zarf dhe me emër, të gjitha studiove të arkitekturës, do t'i çojmë të gjithë noterëve, të gjithë inxhinierëve, të gjithë ndërtuesve, patjetër do t'ja u çojmë të gjithë ndërtuesve, atyre që nuk dinë shkrim e këndim, do t'ju vëmë dispozicion edhe një lexues në rast se e duan me licencë, që askush mos thot nesër nuk e dija. Dhe e drejta e komunitetit duhet triumfoj një herë mirë dhe asnjë lloj force e verbër e çfarëdo lloji për mase nuk mund do të marrë peng asnjë familje të vetme duke i ndezur furrën poshtë krevatit dhe jo më pastaj të marrë peng një lagje të tërë duke vënë traun atje apo duke vënë vazot lart e poshtë apo duke ngritur ato pergolatat prej hekuri nga të katër anët. Sigurisht që e kam thënë më parë, kjo është Tiranë, nuk është Teheran, dhe patjetër që rregulloria e re e shfrytëzimit të hapësirave publike për aktivitete tregtare do të hapi rrugën që edhe ata që kanë aktivitete tregtare të bëjnë aktivitetin e tyre dhe qytetet të marrin atë lezetin që ka një qytet kur ka mesdhetar, kur ka edhe mundësinë që t'ulesh edhe jashtë mureve, sidomos në periudhat më të ngrohta e më të nxehta, por çdo gjë me rregull dhe në mënyrë strikte.